Çfarë është Kajo, zoti kryetar? Duhet ishte një ndërmarrje që ka nxjerr bija sa duhesh, të cilat do të ishte shëmbulltyra e dinjitetit të shtetit, sepse po flitet për një vend antar të NATO-s. Por të vendosësh në krye të Kajos Ardi Veliu, një njeri i ardhur nga skutat e mafjes shqiptare. Nga skutat. Nga skutat e mafjes. Një njeri që partnerët nuk e qasin askund, sepse është i zhytur në krim, në krim dhe në prishje të provave, në vrasje dhe në afera kriminale. Një njeri, nuk mund t'i shkosh në Atos ti, me Ardi Veliu, që kur ishte drejtor në Vlorë, drejtori të policisë bashkiake, flitet se ju vodhë 600 euro në shtëpi, dhe ju, një njeri ju që një në punë si nivelit 3, si që ishte ai në bashki, i vidhen 600 euro dhe ju e merrni vetëm ngrinjen, pse? Aferat kriminale. Kjo nuk ka lidhje me buxhetin. Jo, i lutem shumë. Pra, ky njeri, Zoti Noga, do të thotë ti varesh ujkut mëlçin në qafë, Zoti Noga, Kajon, ti sot Ardi Veliu. Ju lutem shumë, këtu s'jemi për themelimin e Kajos, jemi për buxhetin e shtetit. Qofse keni gjë, edhe fytyra e Ardi Veliut e vendosur atje. Keni gjë për atë, çojeni në prokurori, kaloni shëmbulltyra e narkosit në pushtet, me që keni me merak. Çojeni në prokurori edhe denonconi qofse keni prova që ka vjedhur. Por këtu s'mund bëjmë gjyqje publike. Jemi në kompani miliona euro që bëjnë aktivitet miliona euro. Ajo është tjetër gjë. Dhe që shiten për 450 euro. Atë ju e përgjigje ministri për atë. Qartësisht që mbrapa tyre ka një skem mafioze. Për atë ju e përgjigje ministri. Po. Skem mafioze. Dhe këto e din. Këto skema bëhen vetëm në kompanitë e plerave nga mafia siciliane. Nuk ka asnjë shtet që harton skema të tilla mafioze dhe ja shet NATO-s si arritje. Vetëm narkosi ka këto gjëma, sepse narkosi shkon paralelisht me mafjen kudo. Dhe ja ku jemi në këtë situatë. Prandaj mos u përpiqni të gënjeni NATO. Nuk jeni ju për të shkuar dhe për të përfaqësuar Shqipërinë NATO-s. Ju përfaqësoni troplinët tu, por NATO-n jo kurrë. Kështu që t'jesh i qartë për këtë që po them dhe nuk ka gjë më të rëndë për shtetin shqiptar që të shkojnë kartelet të ulen në tryezën e NATO-s. Kjo është ajo që kërkon Shqipëria. Jo dokra pralla, jo dokra dhe pralla. Kalojmë ke buxheti. Dinjitetin e shtetit shqiptar nuk mund të rrihet në atë karrige, sepse ka mundsi këto akuzat koda, okay. Vazhdojmë. Dakor. Zoti ministër, ju lutem shumë, një replik për faktet që sollën kolegët e opozitës, edhe si qëndron e vërteta në lidhje me këto denoncime. Faleminderit zoti kryetar. Atëre u përmend një arsye që është e mirë ta shpjegojmë në fakt për qytetarët pse fondet e emergjencave civile përfshihen në fondet e mbrojtjes. Kjo gjë ndodh për një sër vendesh të aleancës, nuk është Shqipëria vendi i parë që e bën këtë dhe as i fundit, dhe po ilustroj me një shembull shumë të afërt. Para pak javësh, zoti ministër, Franca themeloi brigadën e 4 të emergjencave civile brenda forcës të armatosur. Brigada e 4. Ç'do me thënë kjo? Do me thënë që edhe një vend pjesë e G7-s, pjesë e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, fuqi nukleare, vlerëson të nevojshme, të dobishme dhe absolutisht të arsyeshme që mbrojtja dhe mbrojtja civile të jenë kapacitete të integruar. Shqipëria nuk jeton në epokën e errët kur nuk ishim as fondet paguanin ushtarakët, nuk jeton më në epokën e errët sepse u largua ish ministri këtu ku pezulluan fluturimet e avionëve dhe tani na duhet të investojmë në blerje avionësh, na duhet të investojmë në kapacitete pilotësh, por Shqipëria ekziston, vepron dhe buxheton në kuadër të një mekanizmi sigurie kolektive. Dhe metodologjinë ja u bëra të qartë, i nderuar, ju thash që sa herë i kërkojmë taksapaguzëve buxhete për mbrojtjes, ne do sigurojmë dy gjëra. E para do sigurojmë që sa herë bëhet një shpenzim,
të kemi një mbulim kapacitetesh civile dhe ushtarake. Dhe e dyta, do sigurojmë që sa herë ne shpenzojmë, ne lëm vlerë të shtuar ekonomike përmes industrisë ushtarake këtu, dhe besoj se ja u dëshmova për sa i përket shifrave të ardhurave të pritshme, qofshin këto indirekte, tatimore, qofshin këto direkte për sa i përket kompanisë Kajo. Nuk është mastrim fare, zoti Balliu, për sa i përket buxhetet e emergjencave civile. Ju thash, ka shembuj të tjerë brenda aleancës që bëjnë të njëjtin buxhetim dhe synimi është integrimi i kapaciteteve dhe jo ndarja e kapaciteteve. Për sa i përket ju përmendët tendera korruptiv. Duhet të kuptoni që ligji për industrinë ushtarake nuk është një ligj për tendera. Ne nuk bëjmë tendera, zotëri. Dhe fakti që juve keni gjetur kontratat është sepse këto kontrata janë të hapura, transparente, nuk janë sekrete, nuk kemi bërë kontrata sekrete dhe prandaj janë aty në mexhelis për tu komentuar, në qoftë se duam t'i komentojmë, por edhe për tu vlerësuar sepse besoj se meritojnë të vlerësohen. Dhe pse? Meritojnë të vlerësohen sepse janë instrumente për të tërhequr investime të huaja në industrinë vendase dhe themelimi i kompanive të përbashkëta, ku shteti është aksioner. Shteti është aksioner mazhoritar për prodhimin e uniformave, jo vetëm për ushtarakët, nuk e përmendët këtë të uniformave, nuk e di pse, ndoshta keni ndonjë tropizëm që preferoni disa kontrata dhe jo disa të tjera, apo preferoni aktor vendas dhe jo aktor të huaj. Unë nuk jam këtu që të bëj një diferencë, unë nuk jam këtu për të bërë diferencë dhe të përdor emra dhe epitete. Unë jam përfaqësuesi i qeverisë shqiptare, zotëri, dhe unë jam i detyruar të zbatoj ligjin dhe të vlerësoj çdo kërkesë serioze që i paraqitet qeverisë shqiptare nga momenti që është brenda kuadrit ligjor dhe brenda prioriteteve tona. Prioritetet tona, po, patjetër, janë për të investuar në prodhim mjetësh të blinduara. Mjetet blinduara që gjatë qeverisjes tuaj i quat për scrap. Po patjetër do investojmë në sisteme antidron, sepse e kërkon dhe legjitimohet nga kërcënimet aktuale jo vetëm në Europë, por në mbar vendet e NATO-s, përfshirë dhe në Shqipëri. Por një gjë jeni të sigurt, ne nuk bëjmë tendera. Unë nuk merrem me tendera. Nëse juve merreni me tendera, ju uroj shumë suksese dhe vazhdoni merreni me tendera. Unë nuk merrem me tendera, unë merrem me prioritetet e qeverisë shqiptare, zotëri, dhe këto tenderat korruptiv mund të çoni dhe jam krejt i gatshëm të jap llogari siç kam dhënë gjithë jetën time, sepse funksionari publik është i gatshëm të japi llogari për çdo vendimarrje. Përmendët kompaninë për mjetet e emergjencave civile. Po, shteti është aksioner në masën 20% në këtë kompani dhe shteti sa herë do prodhoj mjete emergjenca civile, mjetet blinduara, mjete taktike, do sigurojmë që ka të ardhura që vinë në buxhet të shtetit në mënyrë që të çlirojmë presionin e buxheteve të mbrojtjes dhe të mundsojmë kapacitete financiare dhe fiskale në buxhetin e shtetit për prioritetet tjera dhe mbrojtja të mund të vetë financohet. Kjo është strategji, kjo është metodologji dhe unë prisja këtu që mbrojtja të përbënte konsensus kombëtar dhe jo të përbënte element përçarje që vinë nga një errësira e një të kaluari ku realisht përmendët vite që nuk ishin fare dinjitoze për vendin, përmendët vite të Gërdecit, përmendët buxhetet të vitit 2007 ku kemi pezulluar fluturimet, kemi mbyllur baza ajrore, kemi sakatuar kapacitetet operacionale dhe këto e thot një ish ministër i brendshëm i cili me sa kuptoj nuk e di se çfarë është siguria kombëtare, si funksionon një port, ç'në kupton mbikëqyrja e kufirit, çfarë bën policia kufitare, çfarë bën